Vjet më parë, në 2015, kur isha deputete e Parlamentit Shqiptar së kohën, iniciova një nismë ligjore për ndryshimin e Kodit Civil. Një propozim që të detyronte administratorët e portaleve online që të fshinin çdo koment që cënon nderin, dinjitetin apo reputacionin e dikujt. Mendova se po bëja gjën e duhur, pasi propozimi ishte në përputhje me vendimin e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit për çështjen Delphi AS kundër Estonisë, duke konfirmuar përgjegjësinë e portaleve online për të fshirë komente të fyese ndaj lexuesve apo ndaj atyre të cilëve ju referohet lajmi. Më etiketuan se po synoja dhe po riktheja ligjin e famshëm të agitacion propagandës, filloi pjesa e komenteve edhe sulmeve se po ktheja censurën përsëri, dhe Parlamenti i Shqipërisë asnjëherë nuk e çoi përpara këtë iniciativë ligjore. Pse po e them këtë sot? Së pari, ajo që bëra së kohë ishte me vend dhe nuk kam ndryshuar mendim. Gazetarët në Europë kanë rënë dakord vullnetarisht të zbatojnë kodin e praktikës së mirë të Bashkimit Evropian për dezinformimin, dhe është kodi i parë vetrregullues në botë që synon të adresojë përhapjen e lajmeve të rreme. Mbi 70% e europianëve ndeshen rregullisht me lajme të rreme, ndërsa 7 nga 10 qytetarë të rajonit tonë mendojnë se lajmet dhe narrativat e rreme janë problem për ta, problem për demokracinë në përgjithësi, dhe 74% pajtohen se dezinformimi është një kërcënim për sigurinë e tyre. Midis 75 dhe 96% e gjithë qytetarëve në Ballkanin Perëndimor janë çdo ditë në internet dhe kanë një ose disa llogari të medjave sociale. Por, a kemi me të vërtet kaq aftësi sa për të kontrolluar dhe përdalluar midis një lajmi të rrem dhe një lajmi të vërtet? Në të gjithë rajonin ka media dhe individ të cilët e bëjnë këtë, pra mundohen që të vrasin lajmet e rreme dhe të mos i botojnë. Por sigurisht nuk mund t'ja dalin vetëm, sepse që të luftosh dezinformimin jo vetëm në një nivel kombëtar, por edhe pak më shumë, të mos e lejosh atë në një nivel rajonal apo edhe në një nivel global, është një përpjekje e cila do të përfshijë shumë institucione arsimore, ato të medias, tas forcat e qeverive, siç po ndodh në disa vende europiane. Megjithatë, kur vjen puna për të thënë të vërtetën, a jemi me të vërtetë të prirur ta themi atë? Dhe më rëndësishmja, a duam vërtet të dëgjojmë të vërtetën? A keni dëgjuar ndonjëherë të flitet qoftë në emisione televizive për përpjekjet e ndërmarra në shoqëritë tona, nga media, nga institucionet e tjera, që të shmangin gjuhën e urrëties, por dhe të kenë, le të themi, një kod të risjellje dhe zgjedhje sigurisht, për të lejuar njerëzit të për t'u dhënë atyre mundësi që të dallojnë një lajm të rrem nga një lajm i vërtetë. A e marrim seriozisht në luftën me lajmin e rrem? Po në shkollat tona. Kam pyetur miq, prindër edhe mësues që të kësaj kohe në gjithë rajonin, jo vetëm në Shqipëri, nëse ka ndonjë lëndë në cilën diskutohet, flitet për fake newsin, për dezinformimin, dhe përgjigjja ka qenë, mund të diskutohet në orët e lira, por në asnjë lëndë si një çështje bazë. Ndërkohë që në të gjitha vendet europiane, çështja e dezinformimit është një nga temat e cilat diskutohet për shembull në mësimin apo në lëndën e historisë, diku në atë të shkencave sociale, diku në art, diku në informatikë. Finlanda për shembull filloi të edukojë fëmijët se si të luftojnë lajmet e rreme që prej vitit 2014 me një kurrikull shkollore. Qenia njerëzore është e prirur për të vlerësuar përsosmërinë, por edhe veprimin, pra marrjen e një akti. Përveç se nëse ka një interes për të vazhduar me atë që Hannah Arendt e quante diku si aftësi për të manipuluar mendjen njerëzore. Sepse një lajm i rrem shitet në tregun e opinionit të përbashkët dhe nganjëherë kthehet dhe bëhet i vërtetë, sepse bëhet gati një aftësi e secilit prej nesh për të mos u lodhur shumë dhe për të kontrolluar nëse kemi lexuar një lajm të rrem apo jemi dezinformuar, thjesht edhe kaq. Megjithatë, çdo ditë ka të vërteta, ka dhe gënjeshtra. Ka të vërteta, të cilat na bëjnë mirë edhe kur janë të hidhura, por ka dhe gënjeshtra të cilat na lëndojnë më shumë se ç'duhet dhe se e meritojnë. Dhe jo rrallë, gënjeshtrat janë thëna për përfitime dhe për pushtet. Besoj që jeni dakord gjithë.